Një çmendur, lideri global, po tallet në mënyrë të padurueshme. 14 ditë do të kenë trajtim hormonal, marrje me mira metra katror në Zvërnec dhe tel me gjëmba si Jeruzalem, dhe miliona dollar kalojnë në Cayman Islands, duke përdorur dhe fëmijë të llastuar Trump. Ç'do të bëjë ende? Dhe kudo ku janë miliardat e dollarëve, ku ndodhin këto, janë element kriminal të mafjes, njerëz që kërkojnë të arrestohen në Itali, kastrati, dhe kur është kastrati është Linda. Linda e Soherit është Rama. Pra në çdo ndërtim të tillë është mafja e qeverisë. Ka filluar të bjerë çmimi i benzinës në Amerikë sepse janë orvatjet për një paqe me Iranin. Një skandal vjen nga CIA, një nga shefave ekzekutiv, shefave të mëdhenj i gjenden 300 lingota floridi dhe 40 milion dollar tek vila e tij. Ta kemi në fund. Dhe duket ka gjasa që ish generali me të hyje do të vinë në Tiranë dhe do të nisë mbështetjen e Spakut, por Spaku po fle. Spaku duhet pezulloj me njëherë Zvërnecin e kastratë Ramës dhe Kushnerit mediokër. I kthejmë dhe njëherë atë lajmit skandalos që Ministria e Shëndetësisë i ka hapur rrugën që 14 vjeçar të marrin trajtim hormonal për ndryshimin e gjinisë. Nuk ndodh në asnjë vend Ballkanit. Shqiptarët janë tradicionalistë. Rama mund të ketë ëndra që të jetë Edvinja, mund ta nisë ai këtë eksperiment, ose lindat e tij të bëjnë lindi. Por jo tallesh me shqiptarët. Të zvendës ministri del që jo, nuk e kemi për fëmijët, e kemi për të rritur. Skandal. Skandal. Pra, po teston. Është njësoj si Hoxha në 67-ën kur shkatroi kultin, fet. Deri ku do të shkoj çmenduria e Ramës që shqiptarët ngrihen. Unë e kuptoj që kanë hikur me 1 milion vetë. Dhe ai këtë dëshiron. Ajo që po ndodh në Zvërnec, do të që është pronë private. Zotëri ndaje, jemi 7500 ishin, apo jemi pronët reale që se ke kthyer askujt. Dhe kur janë në procese gjyqësore, nuk ndërtohet. Dhe vetë anullove lejen e ndërtimit tek ambasada amerikane me 47 kate, ku është ambasada franceze. Sepse pretendon një grek që është toka e tij. Pra kur do, ndalon. Natyrisht që është një ekuacion mafioz i ndyrë ajo që ndodh në Zvërnec. Kush e ti që do të tel me gjëmba, edhe ta kesh privat, të zësh detin, rërën, o shko të ti refugjatë rëndom të keqenë, base nuk e di, e janë Amerikë. Me mira kilometra det public, për publikun, ku gjithkush shkon në shion. Tokat e bregut janë të njerëzve të bregut. Nuk ka nevojë, e dëshmojnë vetë që janë aty. Atë si fut atë emrin që ti e përdor kudo kastrati, ku ke aksionat e fsheta, dhe mbase e më shumë se 50%, dhe merë vajzën e presidentit e përdor si figurin, natyrisht që ose ka marrë miliona dollar, ose është sekseze, ose ka pjesë në fshet dhe ajo. Dhe gjitha shkojnë të Cayman Island. Në 2018-19 agjensit e specializuar këtu kanë kapur nga hapi bank janë disa qindra milion dollar në dy llogari. E ti e di mirë. Por kjo mund të jetë vetëm maja e icebergut. Me një kryeministër anë shqiptar, me një ish zëvendës kryeministër agjentet grekut, po shet, po dhunon, çdo gjë shqiptare. Dhe njerëzit përsëri heshtin. Ku do të kishte ndodhur ajo që ndodh me Ministrinë e Shëndetësisë, do ta kishin ndjekur. Kja them, Bullgari, Gjermani, në Serbi, këto vende të Ballkanit. Ose nëse gjykata e lartë do të falte më të përshtirën e politikës kryetarën e bashkisë. Por i falenderoj, mbajtën qëndrim. U ngritën nivelin e tyre. Po e shikoni tek Zvërneci,
pronari gjyqtar, i shkretari apelit, diçka që nuk të le asnjë fije shprese. Dhe shpresa mbetet duan as duan tek SPAK. Po SPAK-u po fle. SPAK-u duhet ta pezulloj këtë që po ndodh në Spenec. Mban erë ku dërbon. Rama nuk ka se pse të bëhet si trim, sepse e di që është kapur gjithandej. Ardha e ish generalit si ambasador mund ta kthej situatën tërësisht. Urojmë të kaloj përpara pushimeve të verës këtu, e 8 shtator të paktën në Shqipëri, përpara zgjedhjeve të mes mandatit që janë në një lloj dileme. Në lidhje me Amerikën, me Iranin, duhet të jemi të qartë për diçka. Presidenti Trump ishte i vetmi që kishte forcën që të godasë Iranin. Nuk ka rëndësi si hyri, pse hyri, sepse ne nuk dim informacionet që vijnë nga CIA, informacionet që vijnë nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare, por ideja që e ka nxitur Netanyahu, edhe sikur dëmi është kolosal. Ka dy rrugë se si mund të sillet Trumpi. Të vazhdoj fuqishëm ushtarakisht të shkatrojë, por do të kishte me mira të vrarë. Dhe Trump, edhe pse në pamje të parë duket ai narcisist i personi, Trump është gjysh. Trump e di që bota nuk mund të hyjë në një luftë tretë, në luftë bërthamore. Sepse Irani nga pas ka Rusin, ka Kinën. Dhe duke parë dhe dëmin që kanë pasur amerikanët tek rritja e çmimit të benzinës, ai tërhiqet. Dhe mbase marrëveshja aty mund të jetë dhe më e keqe se marrëveshja me Obama. Nuk është turp. Provoi ushtarakisht, tregoi forcë dhe u tregoi që në çdo kohë ju shkatroi. Në qoftë se do të jenë mashtrues në lidhur me pasurimin e uraniumit, ai prapë do t'i godas. Jo ai për çdo president i djathtë që do të vi, mendimin. Sepse ajo zonë ka pasur konflikte, nëse ju kujtohen kohën e Reaganit të Madh, ka qenë konflikti midis Iranit dhe Irakut. Janë vrarë 1 milion iranian. Po në atë kohë s'kishte internet, s'kishte iPhone, Samsung dhe bota nuk më i merrte informacionet se shmarrin sot. Vetëm 13 amerikanë janë vrarë, trysnia është shumë e madhe. Por janë 15.000 trupa atje. Ka blokadë dhe dëmi ekonomik është shumë i madh. Ka një intent marrëveshje për 60 muaj e ndet pa firmosur nga Trump, sepse Trump do të dorëzim pa kushte. E di që ata janë mashtrues. Dhe problemi është duhet dorëzojnë uraniumin. Ndryshe nuk firmos Trump. Por duket që edhe Kina nuk e mbështet siç e ka mbështetur më parë. Dhe sido që të ndodh, kjo nuk e ul Trump. Sepse Trump, siç e thash, ishte i vetmi president që goditi. Asnjë president tjetër se kishte bërë. Dhe Irani është e keqja e lindjes mesme. Por pa që keq është dhe Netanyahu dhe Izraeli. Këtë nuk ma heq askush. Pa u zgjidhur çështja e Palestinës, aty nuk ka zgjedhje. Ndërkohë e Majta është shumë agresive me zotin Trump. Por ajo që duhet ta kenë parë gjithkush është që Wall Street, pra aksionet, bursat, janë optimiste. Nuk kanë humbur në vlerat stoqet, sepse e din që kjo ekonomi është ekonomia më e fortë, ekonomi që krijon vendet pune dhe del nga krizat dhe vetë korrektohet. Kur shtëpinë e bardhë kanë republikanët, është më të mirë në Amerikës, të tradicionalistëve të Evropës, botës dhe të Shqipërisë. Si do sillet me bazat ushtarake, janë dhënë shenjat që do të rriqet nga shumë vende. Do të ketë shkurtime. Ja kam thënë që në Europë ka 100.000 forca amerikane, 60 miliard dollar shpenzime në vit. Trump nuk do të jetë më, nuk ja fal NATO-s që nuk e mbështetën Iran, dhe ka drejt. Ka drejt se mbrojtjen ushtarake për thuajse 80 mas luftës në dytë botërore, Amerika ja ka dhënë Europës për të ndërtuar shtetet sociale në korrizë të taksapaguesve amerikanë. Fakt. Fakt. Fryma e djathtë, që më shumë del nga Jedi Vance, do të ndikojë dhe në vendet vogla. Departamenti i shtetit ka pësuar një qilizëm, po vinë gradualisht nga e djathta, merr kohë. Shpesh do të kaloj dhe shefi për Europën, për Byron e Europës,
shefi ligjor dhe të plotësohen vendet e zbrapsta nga ambasadorët, por kolegët ultra radikal të Majt Tyrikin kanë dhënë dorëheqjen, janë larguar. Një departament tradicionalist i djathtë do të sjellë ndikim edhe në vende të vogla ku një radikal i çmendur i Majt, andi shqiptar, që nuk ka kufi në vjedhjet monstruoze, do të rrëzohet. Por ndërmjet forca vjen nga vetë shqiptarët që nuk duhet të jenë kaq të heshtur dhe të përulur ndaj një çmenduri që është gati të largojë 2 milion të tjerë. Më mirë vonë se kur. Kjo është aktuale në Shqipëri. Kudo në Shqipëri. Shqiptar, kështu që koordinimi me njëri tjetrin apo lorat që zhvillojnë së bashku i bëjnë ata të kalojnë një ditë të këndshme e për më tepër në nënvikqyrjen e personelit. Gjithashtu zhvillojmë aktivitete jashtëqendre, si shëtitje në natyrë, vizita në muzeume apo ambiente të tjera shplodhje. Gjithçka është konceptuar në funksion të argëtimit apo shëndetit të tyre. Ju mirëpresim. Kudo në Shqipëri.